Vala e fuqishme e të nxehtit që ka përfshirë Europën, po godet rënd edhe kryeqytetin francez, ku qindra emigrantë që jetojnë në rrugët e Parisit po përballen me kushte gjithnjë e më të vështira. Temperaturat rekord kanë kthyer kampet e improvisuara në zona me rrezik të lartë për shëndetin, ndërsa shumë persona raportojnë probleme si marramendje, dehidrim dhe irritime të lëkurës nga ekspozimi i vazhdueshëm në diell. Një prej tyre është 25 vjeçari Arsalan nga Afganistani, i cili jeton në një kamp në veri të Parisit. Ai thotë se temperaturat janë bërë të padurueshme dhe se shumë persona po sëmuren nga i nxehti ekstrem. Për të gjetur pak freski, disa emigrantë po përdorin çezmat publike dhe një kanal pranë kampit. Disa madje futen në ujë për disa minuta, pavarësisht rreziqeve që mund të sjellë noti në këto zona. Organizatat humanitare janë mobilizuar për të ndihmuar. Vullnetarët e organizatës franceze për mbështetjen e emigrantëve dhe azilkërkuesve po shpërndajnë ujë dhe materiale bazë për personat më të rrezikuar. Megjithatë, sipas drejtuesve të organizatës, masat emergjente nuk mjaftojnë. Ata theksojnë se zgjidhja reale është sigurimi i strehimit për njerëzit që jetojnë në rrugë, duke i mbrojtur jo vetëm nga temperaturat ekstreme, por edhe nga dhuna dhe pasiguritë e jetës në ambiente të hapura. Ndërkohë, vala e të nxehtit që ka përfshirë pjesën më të madhe të Europës, ka shkaktuar dhjetra viktima dhe ka thyer rekorde historike temperaturash. Në Francë, autoritetet raportojnë se është regjistruar një nga ditët më të nxehta që nga fillimi i matjeve meteorologjike moderne, afro 8 dekada më parë. Ekspertët paralajmërojnë se temperaturat ekstreme mund të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke shtuar rrezikun për grupet më të pambrojtura të popullsisë.